Ishte njëherë një shqiptar, një amerikan dhe një italian. Shkuan në Rusi dhe vendosën të pinin në një lokal luksos, që rastësisht ishte në pronësi të kapos së mafjes ruse. Amerikani porositi i pari. Kamarier, më sill një ark me whisky. Pasi e pin whiskin me shokët, Amerikani i thot kamarierit: "Nuk kam para ta paguaj." Atëherë fol me shefin, "Është 2 tavolina më tej." I tha kamarieri. Amerikani shkon te shefi, vendos dorën mbi tavolinë dhe i thot: "Prit ma dorën, nuk kam meç të paguaj." Shefi e sheh dhe i thot: "Nuk pritet dora për një ark whisky. Këtë herë po ta fal." Italiani porosit i dyti. "Më sillni një ark me Amaro Montenegro." E pin dhe kur erdhi koha për pagesë, italiani vuri këmbën mbi tavolinën e pronarit. "Prit ma këmbën, nuk kam para. As këmba nuk pritet për një ark Amaro edhe ty ta fal." Tha pronari. Radha i erdhi shqiptarit. Ai porositi një ark me raki. E pin si burrat, pastaj shqiptari shkon te tavolina e mafiozit, zbërthen pantallonat dhe vendos mikun mbi tavolinë. Pronari e sheh i habitur dhe i thot: "Nuk ja vlen të ta pres për një ark raki." Shqiptari i thot me qetësi: "Kush të tha që do ma presësh? Mere në gojë se nuk kam ndërmend me pagu."